Vuani nga tensioni i lartë, ja çfarë duhet hani. Shikoni përse duhet të konsumoni këto fruta rregullisht, sidomos edhe nëse keni tension të lartë. Shkencëtarët nga Qendra për Ullëtimet e Metabolizmit dhe të Arteriosklerozës në Louisville kanë zbuluar se ngrënia e rrushit 3 herë në ditë mund të ulë lehtë tensionin, raportuar me lloje të tjera të ushqimeve. Kivi. Nëse konsumoni 3 kivi në ditë do të ulni tensionin e gjakut. Shkencëtarët kanë zbuluar që personat të cilët kanë ngrënë kivi kanë pasur tension sistolik më të ulët të gjakut se ata që nuk e konsumojnë. Bananet. Sipas një studimi të publikuar kohë më parë në revistën Hipertension, është vërtetuar që bananet shumë më mirë mund të ulin tensionin e gjakut dhe të ndihmojnë në parandalimin e luhatjeve të tij. Shalqini. Shalqini nuk është i vetmi produkt që përmban edhe materje të rëndësishme ushqyese e përfshirë fibrën, likopenin, vitaminën dhe kaliumin, të cilët ndihmojnë në stabilitetin e tensionit të lartë.